Xhamia e Plumbit është një nga pikat më atraktive dhe të frekuentuara në Shkodër. Pas restaurimit të saj të plot, turistët do të ditë më shumë se në këtë vend për ta vizituar. Elidon Sokoli, drejtori i Drejtorisë Rajonale të Trashëgimit Kulturor në Shkodër, shpreh se tashmë ky objekt kulti është publikuar në çdo guidë turistike, ndaj dhe interesi i vizitorëve ka qenë i pritshëm. Restaurimi i Xhamisë së Plumbit ka sjellë një atraksion të ri historik kulturor në qytet. Duke qenë afërsia me Kalan e Shkodrës, ndoshta monumentin më të vizituar në rajonin e Veriut, i krijon ato facilitetet për që në vizituar edhe Xhamia e Plumbit, jo vetëm nga besimtarët, por edhe nga turistët vendës edhe të huaj. Tashmë aty jo vetëm është restauruar objekti, por është bërë një rikualifikim edhe i territorit përreth, duke u kthyer në një atraksion jo vetëm aspektin kulturor dhe historik, por edhe atraksion për rekreacion të turistëve, vizitorëve që duan të shijojnë territorin përreth Kalas së Shkodrës. E shohim të mbushur me vizitorë dhe kjo na pëlqen që ky monument më në fund ju rikthy qytetit, u riexu, sepse rieximi këtë ka pra qëllim restaurimi, por të jetë në funksion edhe të turizmit. Ajo është e publikuar në çdo guidë turistike të Shqipërisë edhe jashtë, kështu që edhe më parë, pavarësisht se gjendja e saj nuk ishte ajo që ne dëshironim, prapë kishte vizitor. Ndërsa tani mas restaurimit është shtuar pra, sepse tashmë edhe agjencitë turistike janë informuar për restaurimin dhe për krijimin e një ambienti goxha relaksues për turistët. Nga ana tjetër, vizitorët vijnë nga qytete ndryshme të vendit, por dhe përtej. Vim nga shteti i prezent nga Kosova, dhe ndëgjova që është bërë rihapja e xhamisë, kam qenë në fillim, kur ka qenë shumë katastrofale, por tash nga bërë për mrekulli. Vallahi shpërblet të gjithë ata që kanë punu, edhe që kanë kontribuar për rregullimin. Shkodra është vend i bukur për mas projet. Unë jam nga Diba Kalajdorës, po jetë rrinë Durrës, po jetë jashtë në Itali. Çfarë bëri të vish në Shkodër të vizitosh Xhaminë e Plumbit? Se s'kam qenë asnjëherë në Shkodër. Isha Shkodra është më bukur, gjë mikpris maksimum si për herë. Këtë shqiptarëve çdo bë, kudo që ndodhen, a nuk është shqiptar, a kush vjen me vizitu Shkodrën, ja këshilloj maksimum. Xhamia e Plumbit u rikthye në funksion me 8 maj këtij viti pas 3 vitesh rikonstruksion. Kjo xhami ju nënshtrua një rikonstruksioni total pas dëmtimeve të mëdha të pesuara ndër vite nga përmbytja, që ky objekt kulti pesonte në çdo sin dimri.